më qartë se çdo gjë tjetër për arsyeën se Balluku pas Ballukut është Rama dhe pas Ramës është Balluku. Pra fati i tyre është i lidhur me kërthizën e përbashkët të korrupsionit që shtrihet sidomos tek tuneli i Llogaras, ku zhurma, firma, vendimi është i të dyve, madje mund të thuhet ose është e saktë të thuhet se përgjegjësi kryesor është Rama, sepse është Rama kryeministri dhe Balluku zëvendës kryeministre. Pra edhe në hierarki, në epërsi, i takon Ramës që ta marrë atë peshën e madhe asaj që ka ndodhur dhe prandaj po i vjen edhe mbrojtja kësaj herë zonjës Balluku, ndryshe nga që ka ndodhur me Ahmetajn, ndryshe nga që ka ndodhur me Veliajn, ndryshe nga që ka ndodhur me Tahirin, Beqajn e shumë të tjerë. Pra këtë mbrojtje Ballukut ja siguron Rama, sepse Rama ka hallin e vet. Po nga pikpamja politike e kuptoj këtë pjesë, po është një pozicion paksa i dobët politik, domethënë nuk ka folur askush asgjë në lidhje me akuzën, që thoshte jo, është punuar mirë, veprat janë shumë të mira, nuk jemi dakord me këtë akuzë që është bërë. Domethënë nuk përmendet fare akuza nga askush, vetëm thuhet jo nuk mund të më hiqni mua antarët e kabinetit, të çojmë kushtetuese ose këshilli mandateve. Nuk mblidhet, nuk ka një mbrojtje të mirëfillt për çështjen për cilët akuzohet zonja Balluku. Sepse nuk është lënë të shkohet tek mbrojtja. Pra kjo është sigurisht kjo duhet ishte çështje e jurisprudencës, por nuk është lënë. Dhe pushtetit politik, Rama nuk e ka lënë që të bëhet çështje e jurisprudencës. Pra të shkojë në kanalet përkatëse, në kanalet e duhura, ku të dëgjojmë prokurorin, të dëgjojmë mbrojtjen, të dëgjojmë gjykatën, të presim vendimin. Pra është thyer rituali i jurisprudencës për shpillime politike dhe sigurisht kur shkelet kur çizmja e madhe e pushtetit është gjithandej mbi atë që ka ndodhur dhe që ka ndërprer atë që duhet të kishte ndodhur, pra të ishte lënë jurisprudenca të spliste, sigurisht që diskutimi dhe debati do të jetë për thyerjen, për çizmen politike mbi këtë. Nuk mund të ishte ndryshe, pra nuk mund të shkonte shkelja në një krah dhe debati të ishte në krahun tjetër. Imagjinoj një opozitën apo kritizerë që të ishin duke folur për çfarë ka në dosje etj. Opozita e ka thënë se çfarë ka në dosje para se dosja të bëhej publike, apo se para se dosja të ngarkohej me akuzë nga prokuroria. Ka qenë opozita që i ka thënë këto. Tani opozita është duke mbrojtur çështjen aty ku çështja ka mbetur. Ka mbetur te një vullnet politik ose te një uzurpim i të gjitha pushteteve nga pushteti kryeministror. Unë mendoj se nuk mund të ishte ndryshe, sa kohë blokada është politike, edhe debati do të jetë politik. Pra nuk mund të flitej në një drejtim ndërkohë që koka e çështjes është në krahun tjetër. Kjo situata, një opozita përgatitet për protestën kombëtare të 10 shkurtit, që vijon të kemi disa skenarë lidhe me këto, po flitet gjithnjëherë shumë tani për një qëndrim më permanent në shesh, në bulevard, do të shohim se si do të shkojë ajo gjë. Kjo situata tani e ushqen, si thuaç, këtë protestë të opozitës, situata e mbajtjes pezull të zonjës Balluku, se ishte ky sebepi që u ngritën protestat apo jo? Sigurisht, nëse vu të re, edhe datat, edhe kronologjia, kalendari i protestave tani është ngushtuar. Pra, ishte 24 janar me 10 është e radhës, shumë shpejt kam përshtypjen, shumë shpejt pasaj do të jetë edhe tjetra, pra po vjen ngushtohet kalendari i protestave dhe kjo janë të lidhen këto. Pra është jo vetëm mënyra se si u soll policia në protestën e fundit, madje po të keni vënë re një element te kryeministria nuk janë hequr ato hekurishtet që mbulojnë dyert dhe fasadën, kështu që po është futur pra përballja qeveri opozite është futur në një fazë
krejt tjetër, krejt të re, dhe kam përshtypjen që e përshkruan më së miri ajo që kryetari i opozitës Berisha tha në fjalimin e protestës 24 janarit, kur tha se foli për kilometrin e fundit, pra është futur në kilometrin e fundit. Dhe edhe kjo kronologji, ky përshpejtim, afrimi datave, intensifikim i aksionit opozitar tregon pikërisht këtë. Kështu që gjithçka ka ndryshuar dhe gjithçka mund të pritet në këtë kontekst. E qartë, do mbetet ta shohim pastaj se si do zhvillohen ngjarjet, se besoj askush nuk e di se si do të vazhdojë ajo. Palët din synimin që kanë përpara, po do ta shohim. Kam një tjetër çështje